Mirdita të gjithëve. Kush nga ju beson në Kishën e Laçit? Sa prej jush kanë shkuar në Kishën e Laçit? Sot do t'ju tregoj disa fakte vërtet interesante, sepse ka shumë njerëz që kur nuk gjejnë zgjidhje në mjekësinë tradicionale, shkojnë në vendet okulte. Dhe vendi më i rëndësishëm në trojet shqiptare është pikërisht pra Kisha e Laçit. Kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Kur përgatisim emisionin Enigma, teksa flisnim me ata që kishin punuar aty, një nga punonjësit më tregoi për një sekret që nuk e di kush, nuk e di askush. Unë do t'ju them tani atë çka dëgjova nga ky zotëri, që nuk e tha publikisht sepse tha nuk mundet që ta them tha, sepse nuk kemi tha fakte të shkruara. Sipas gjasave, kush ka shkruar pranë ato, nëse për ata që nuk e din, disa lën edhe shkrime aty tek Kisha e Laçit. Dhe sipas dëshmive, të gjithë ata që kanë falenderuar kanë qenë ata që kanë patur një mirësi, pra që u ka ecur mirë ose kanë gjetur zgjidhje. E dini numrin se sa njerëz kanë falenderuar gjatë kohëve të fundit, pra që prej kohës që u hap deri në vitin 2015, do t'ja u them. Brenda 25 viteve, ai vend atje ka falenderuar, pra, ose mirë ka shëruar, rreth 13.000 njerëz. T'ja u përsëris prap. 13.000 njerëz kanë falenderuar, pra, sipas gjasave kanë falenderuar sepse kanë gjetur shërim. Dhe sipas punonjësve në Kishën e Laçit, këta 13.000 nuk janë ata që shkojnë atje falenderojnë vetëm për të bërë vizitën dhe kaq. Por jo, pikërisht pra sepse kanë patur një përgjigje ose janë shëruar nga diçka. Unë do t'ju them një, por ka me qindra, me mira raste. Do t'ju them një të një italiani. Një çift italian nga Genova kishin vite me vajzën e tyre. Një vajzë në atë kohë ajo ishte 11 vjeçe, mos gaboj, 10-11 vjeçe. Që kur ishte e vogël vajza, kishte probleme sepse ishte me mece dhe kishte edhe probleme edhe në sjellje. Pra një sjellje vërtet e çuditshme. Që e cilësonte, ka dokumenta për këtë, e cilësonte vajzën si me të meta. Në fakt kishte kartel dhe bënte këto vizitat në vendet ku nuk mundesh që të marrësh ilaçe. Ilaçet dini pse ja jepnin ilaçet vetëm për ta qetësuar, kështu thoshin. Por ç'është e vërteta, kur shkoi tek një mjek popullor në Tajland, falni, në Nepal, i than kjo vajza, Zoti i tha, i ka lindur të gjithë njësoj. Kush më shumë dhe kush më pak. Dhe ne, thoshte ai, ne mundohemi që të zgjidhim probleme, por në vend që të zgjidhim probleme, të shkaktojmë probleme të tjera trurit. Sepse çdo gjë vjen nga truri. Duhet se s'bën që kjo vajzë të marrë, i tha ky mjeku popullor nga Nepali, dhe i tha prindërve. Dhe sepse ku nuk e quan edhe në Meksik, e quan në për shaman, nuk e keni iden. Në çdo vend të botës nuk gjeti asnjë mënyrë për ta shëruar që të sillej mirë vajza. Dhe jo më që të fliste, por të sillej mirë, sepse kishte disa probleme, le themi të apprendimento, si quhet këtu, me fjalë që të interaksionit me njerëzit. Dhe në fakt as kishte as shoqe, as kënd, nuk kishte asnjë. Dhe si përfundim pas disa viteve, pra kur ajo kishte pravërsisht 11 vjeçe, dikush u kishte rastësisht ata do të shkuan në Shqipëri. Shkuan në Shqipëri dhe me shpresë që të kalonin edhe nga Kisha e Laçit, sepse kishin dëgjuar për Kishën e Laçit. Por ata shkuan për pushime në Shqipëri. Dhe marrin makinën dhe shkojnë tek Kisha e Laçit. Çudia ishte që kur shkuan atje, siç thot dhe kjo zonja, unë lexova shkrimin e asaj, më ka bërë të lotohem, sinqerisht po them. Kur shkova atje, thot, ndjeva një më dridhe, sikur zemra të më dilte nga shpirti.
nga karharori, sepse sikur po përgatit e shpirtit të dilte ose sikur u shkoj në kontakt me diçka tjetër. Sepse mu duk dhe filluan lotët tha që të më rridhnin. Nuk e kuptoj pse. Me fjalë një energji kaq e fortë, nuk ishte shumë njerëz atë ditë, sepse nuk ishte ditë pelegrinazhi. Ishte një ditë normale. Shkuam kur pa u ngjitur sipër, por tek rruga aty tha, tek sa po shkonim, më dridheshin këmbët. Dhe vajza tha, çuditërisht kur sa më shumë afroheshim dhe aq më ndryshe sillej. Më kapi krahun, siç thot ajo, dhe më shtrëngonte fort. Gjë që nuk e bënte kurrë. Unë duhet ta kapja për dorë që ta çoja kudo, thot ajo. Kur u futëm brenda thot, një qetësi totale, nuk reshta as një sekond derisa dola atë ditë, thot ajo, pa më rrjedhur lotët. Nuk e kuptoj asun se përse më rridhin lotët. Më vonë e kuptova. Por vajza tha, unë sikur shikonte lart mënyrën, sepse vajza kishte, më vjen keq, duhet ta them që të kuptohet, kishte një mënyrë të sjelljes që shikonte gjithmonë duke rrotulluar. Por ajo filloi që të shihte lart në tavanin e kishës së laçit dhe sikur u fiksua aty po shikonte. Pastaj, pra, mënyra e saj nuk ishte që të rrotulloj, sepse zakonisht të rrotulloj kur shikonte diçka, me fjalë që e nxiste. Ndoshta ishin ilaçet që kishte ndaluar, sepse nga momenti që shkoi në afër Tibetit, nga ai moment i la ilaçet, sepse tha nuk ka mundësi, pse duhet i përdorim ilaçet, menduan. Dhe nuk u tha gjë mjekëve. Kur shkoi në Shqipëri, pra, ishte periudha që i kishte ndaluar këto ilaçe. Aq sa më kujtohet, po ju them, sepse një herë lexova. Dhe kur atë ditë pasi dolën, kur dolën, vajza edhe një herë tha, më kapi nga mbrapa, gjë që se kishte bërë kurrë tha. Më kapi nga mbrapa dhe më shtrëngoi, sikur donte që të më falenderonte. Dhe kur zbritëm poshta që vajtëm morëm makinën, lotët nuk shteruan akoma, bile aty tha qava akoma më shumë, sepse më duke sikur vajza po ndryshonte. Shkuam në hotel, tha. Dhe kishim marrë një hotel, tha, në Laprak. E kishte shkruar Laprak në Tiranë. Dhe kur u ngritëm në mëngjes, tha, vajza ishte në banjo, po lante fytyrën. Nuk e kishte bërë kurrë një gjë të tillë. Nuk ishte ngritur kurrë në mëngjes, nëse nuk e ngrija unë. Ose ta ngrite dikush, me fjalë, ngrihej, po jo me vështirësi. Po jo si atë ditë. Mëngjes, herët, po lante fytyrën. Mbetëm të dy, tha, të shokuar. E morëm, tha, dhe filluam të qanim bashkë me të, tha, u mbështetëm, unë bashkë me burrin tim dhe qanim. Aty, tha, në banjo. Se ajo kishte lënë derën hapur, tha, dhe po lante fytyrën. Nga ai moment, tha, u kthyem edhe një herë te kisha e Laçit. Dhe për 3 ditë shkuam te kisha e Laçit. Por na thanë, tha, që të ktheheshim në një ditë të martë. Nuk e dim pse, tha, po tham që ktheu një ditë të martë, tha, që të plotësohet dëshira. Nuk e dim. Ne, tha, e shtytëm atë kohën, sepse kishim për të kthyer, tha, në Itali. Por e shtytëm kohën dhe shkuam edhe një herë, dhe ishte ditë e martë. Shkuam, tha, ndejtëm aty, po shkuam në disa vende, tha, shkuam tek teleferiku në Tiranë, madje edhe në Durrës, shkuam një ditë, por ditët e tjera sepse ishte fundjavë, tha. Pastaj shkuam të martën. Mirë po mendja ime, tha, dhe burri tim qëndroi gjithmonë atje. Kur iknim rrugës nuk flisim me njëri tjetrin, nga mendimi, tha, sepse shikonim, tha, ndryshimin e madh të vajzës. Kur shkuam ditën e martë, tha, sikur u plotësua me të vërtet gjithçka. Sepse ditën e martë që kemi shkuar atje, vajza filloi që të na fliste. Me fjalë, herë e parë që dëgjonim vajzën tonë, tha, zërin e vajzës tonë të fliste ashtu siç duhet, sepse zakonisht bënte vetëm verset, si tinguj, si mund të quhen. Me fjalë, vetëm gjëra të tilla. Më falni që më vjen keq, por për ta kuptuar. Dhe bënte vetëm tinguj të ndryshëm, nuk kishte folur asnjëherë. Për herë të parë, tha, më foli mami dhe më tha mami. Qater, thot ajo, në çdo 6 muaj, unë një ditë të martë, çdo 6 muaj ne shkojmë në kishën e Laçit. Kanë kaluar vite
dhe vazhdojmë ende sot që të shkojmë në Kishën e Laçit. Vajza tashmë është shumë mirë në krahasim me çfarë ishte, nuk është plotësuar totalisht shërimi i saj, por jam tepër e kënaqur, siç thot ajo, që vajza pothuajse është shëruar. Dhe e rëndësishme është që unë flas me vajzën dhe komunikoj. Bën vetë kur gatuan vetë, ndonjëherë rregullon edhe krevatin, ka shoqe, pra jeta e saj ndryshoi totalisht, por ndryshoi jeta e saj, ka ndryshuar jeta jon. Tani ky është vetëm një rast që unë ju thash që edhe të huaj shkojnë në Shqipëri për të gjetur shërim. Po sa njerëz njihni ju që kanë shkuar te Kisha e Laçit ose në vende të tjera okulte që shërohen? Më thoni, do t'i lutesha ta shpërndani këtë informacion, sepse të mbani mend një diçka. Çdo gjë që na rrethon është vibrim dhe frekuencat, përveç se janë aty ku kalon, por ato kur vjen në kontakt me trurin ton, çdo gjë është frekuencë. Fjalët tona janë frekuencë, syri, shikimi ynë është frekuencë, mendimi ynë është frekuencë, fjala është frekuencë, pra çdo gjë që na rrethon. Dhe në qoftë se bie në kontakt, pra ajo frekuencë me trurin e njeriut në atë moment, varet nga momenti, varet nga njeriu, varet nga DNA, varet nga shumë faktor, nuk dihet se si, ne po e themi në mënyrë shkencore, por nuk dihet se si në fundit aty ka shërim të njerëzve. Kjo është më e rëndësishme, andaj pres komendet tuaja dhe ndajeni këtë informacion. Kalofshi një ditë bukur.